Përshëndetje dashur miq, mirë se erdhët në emisionin Avantazh. Do të flasim sot për mozaikun e Mesaplikut, një mozaik i shekullit të 4, ashtu siç thuhet nga arkeologët, një mozaik i cili ka ato shkrimet e veta sipër dhe që ne do të mundohemi t'i deshifrojmë përmes studiuesit të mozaikëve, zotit Sokrat Hodo. Përshëndetje dhe mirë se erdhët, zotit Sokrat. Përshëndetje, mirë se ju gjeta. Ashtu si që thamë, ne sot do diskutojmë për mozaikun e Mesaplikut dhe është rasti të kujtojmë tu se të parët tanë që në kohrat e lashta, që në kohrat e para, kanë pasur atë kulturën e tyre, kanë pasur mënyrën e tyre të arkitekturës, e cila na vjen sot përmes mozaikëve të lashtësisë, përmes shumë fakteve arkeologjike. Ne sot do të flasim për mozaikun e Mesaplikut, i cili ndodhet në Muzeun Historik në Tiranë dhe do të shikojmë se si ky mozaik na sqaron me ato shkrimet e tij, se çfarë tregon dhe cila është lidhja me kulturën e të parëve tanë. Atëherë fillojmë, zot Sokrat, na tregoni se çfarë domethënie ka ky mozaik, të cilin e shikojmë edhe në ekran. Lutem regjist na ndihmoj me planet e mozaikut. Ne jemi marrë deri tani me mozaik të gjendur jashtë territorit të Shqipërisë. Sot unë vendosa që të bëj një interpretim të këtij mozaiku, meqense është nga më të plotët, sepse ka dhe mozaik të tjerë, por për disa unë nuk kam pat dhe akses, se ka në Butrind, është i Durrësit, është Orfeu, i Tiranës e me radhë. Tani janë zbuluar të rinj në Pogradec, në Linë e me radhë. Megjithatë, ky është i plot dhe unë jam marrë edhe ka qenë më i diskutuar deri më sot. Them që kam bërë një interpretim shumë interesant, jo duke sjell një dyshim të ri, por duke qartësuar disa gjëra dhe duke sjell një ide shumë më të qartë sipas këndvështrimit që them unë, në krahasim me ato që kemi parë deri tani. Një historik të thjesht, do thosha se ky është zbuluar, pra edhe emërtimin që ka marrë mozaiku i Mesaplikut, është zbuluar gjatë një gërmimi që kanë bërë banorët e fshatit për të ndërtuar një banesë aty, dhe në një vend të quajtur Bregu i Kishës. Dhe aty dolën që ishin rrënojat e një kishe. Në rrethin e Vlorës, apo jo? Kristiane. Po, në rrethin e Vlorës, dhe përveç kësaj, interesante është sepse Mesapliku është jo vetëm emër i fshatit, po është edhe një emër që ka marrë krahina e lumit Shushicës. Dhe mos të harrojmë që Mesapët, e njohur në jug lindje të Italisë, janë Mesapët që vinë nga kjo zonë. Pra kjo është një zonë me histori të mirëfillt dhe shumë të vjetër. Kështu që duke qenë se në Itali ka patur edhe shkrime mesape, nuk do më dukej, po themi, e pazakont që kjo të kërkohej të interpretohej me gjuhë të tjera. Përveç kësaj, ajo është dhe më në mes të labërisë. Pra, Mesapliku dhe zona aty ka edhe rrënoja që njihen, që janë, arkeologët thonë të shekullit 3, një ur edhe një kala e Cerjes, ur e Bogdanit, që kanë qenë shumë të rëndësishme, janë me gur ciklopik. Megjithatë, të përqendrohemi te mozaiku. Mozaiku mbasi u zbulua nga një arkeolog, Damian Komata, u mor dhe u çua në Muzeun Kombëtar Historik. Ndërkohë, interpretimi i parë që është bërë nga profesor Mojkom Zegjo, i cili e thot ose mendon, hedh dyshimin se ka kuptimin e fjalës era e veriut, që përdoret në antikitet si emërtim. Mirë po, emërtimi nuk përkon, do me thënë 100% fjala, nuk përkon me fjalën që mendojnë ata aparkeas. Nuk shkruhet
në mënyrë të tillë. Thuhet aparkteas, që do të thotë era e veriut, dhe kjo nuk vete 100% me fjalën e shkruar në këtë mozaik. Gjithashtu është marrë edhe një i apasionuar, një Ilir Mati, edhe ai ka bërë një emision dhe ai hedh një dyshim se te një nga shkronjat, aja e fundit, te fjala as, aparke as, ai është një simbol i çuditshëm dhe mundet që ai thotë se është një lloj ligature, quhen këto nga gjuhësia. Ligaturat janë bashkime shkronjash për arsye të ndryshme. Një arsye është arsye ekonomike. Një arsye është që siç i njohim dhe ne disa simbole deri tani, për shembull e dim që C-ja është një tingull i përbërë që në greqisht për shembull shkruhet TS. Ose F-ja është një tingull i përbërë që shkruhet PH. E kështu me radhë. Disa prej tyre janë trupëzuar ose janë të kurrur në një simbol të vetëm, disa kanë ngelur ashtu të pangjitura. Megjithatë këto ligaturat kanë patë edhe arsye të ndryshme. Çështje komploti. Pra ka dhe gjëra të kësaj natyre. Për këtë mozaik gjithashtu, versioni më bindës deri më tani është ai i studiusit të Mirfield, të etruskologjisë Nikos Stilo, i cili i bën një interpretim dhe thotë që ka kuptimin a pak keta aq. Besoj se e keni dëgjuar, është e dëgjuar. Mozaiku nuk do të merrte këtë interpretim që do t'i bëj unë, nëse nuk do të intuitivisht nuk do të shikoja që ky simbol, njëri nga simbolet, është një ligatur. Një gjë interesante para se të filloj interpretimin e mozaikut është kjo, që bën mua përshtypje duke marrë parasysh edhe subkonsciencën e përdorur në përgjithësi nga njerëzimi dhe njerëzit në gjithë botën. Po të shikojmë, Muzeu Kombëtar është i përfaqësuar, po themi, në faqen kryesore të saj me një mozaik. Pavarësisht se ai është një mozaik i teme luftës nacionale çlirimtare, do të thosha që nuk është rastësi që një muzeum kombëtar të prezantohet me një mozaik në faqen ballore, në hyrje. Ku mund të ishte si një muze modern, se të tjerët i kanë bërë edhe 200 vjet para muzeumet, mund të ishte me kolona të marra bie fjala ose imitime të kolonave greke, romake, të marra nga Apollonia apo tonat. Mirë po ai është i përfaqësuar me një mozaik. Do të thotë që kjo është dhe një gjë tradicionale e jona, pa dashur, pra ajo ka nxjerrë në pah diçka që ne kemi patë si të lëvruar këtë fushë, këtë gjini të artit. Brenda gjendet mozaiku, i cili është gjetur në nefin e qendror të kishës, dhe detyrimisht që është dhe pjesa qendrore e mozaikut. Mund të ketë patur pjesë të tjera dekoruese, por kjo është pjesa kryesore. Tani, përveç kësaj, ne do shikojmë edhe gjëra të tjera të rëndësishme, siç kemi bërë edhe herë tjera, sepse kanë rëndësi që nga duke marrë parasysh edhe përmasat që e këtij mozaiku. Përmasat janë vërtet është shumë interesante. Përmasat janë lartësia 2.3 edhe gjatësia ose gjerësia 3.49 metra. Që po t'i shumëzosh del numri 8. Numri 8
ne e kemi parë edhe herë tjera ka të bëjmë me të vërtetën. Pra e vërteta, numri 8, lidhet edhe në fjalë gjendet që ka të bëjmë me të vërtetën. Megjithatë, ajo që e lidh interpretimin e mozaikut me shkrimin që gjendet në të, unë e bëj nëpërmjet një monedhe që ju mund ta paraqisni. Dhe është një, kam gjetë disa të tilla. Është një monedhë anglosaksone e Po. shekullit 8, të 9, ndoshta edhe të 10, po të asaj kohe se saksonët i takojnë kësaj periudhe. Dhe njëra prej këtyre monedhave është shitur në Amerikë, në një dyqan pengjesh quhen ata, me një shumë caktuar $1.200, me sa mbaj mend unë, dhe ka qenë në një seri shumë të limituar. Tani, ideja është që çdo gjë që është printuar mbi monedha ka një vlerë. Po të themi te monedha tona, ne kemi te lekët, kemi, po them, Skënderbeun, kemi Naim Frashërin, kemi Ismail Qemalin, sipas vlerave që kanë edhe në lidhje me prerjen. Edhe anijet liburnet e monedhat e vogla. Pra, këto kanë një rëndësi, kur kanë një vlerë për t'i Po vlerësuar. ku është lidhja tashti? Po, atë do e bëj unë lidhjen. Tani, ideja është që kjo monedhë, po ta shikosh, ka një ligatur aty në anën e mbarme të Po. saj, që janë 3 ligatur me 3 gërma. Ligatura ka 3 shkronja që njëra mezi dallohet, e njëra dallohet shumë mirë, që është T-ja, është A-ja kryesore, është T-ja dhe Y-ja. Pra, këto të trija janë të përfshira në një ligatur të vetme, në një simbol të vetëm. Kjo do të thotë që ky simbol ka një rëndësi, pavarësisht se është sakson, unë nuk dua ta lidh, ajo merr dhe interpretim shqip, po unë nuk do merrem me atë sot, sepse nuk kam atë qëllim, por ideja është shumë e thjeshtë. Pra, ky simbol gjendet në një i stamposur, do të thotë se nuk e kam gjetë në vend tjetër si ligatur. Do të thotë që ka një rëndësi. Dhe përveç kësaj ka qenë dhe në një seri të limituar. Bile njëra nga këto ka të bëj me mbretin Sant Edmund, i cili është kryqëzuar se nuk pranonte Krishtin nga shekulli 8, duke ta në Anglin lindore. Po, lindore. Dhe do të thotë që kjo është e rëndësishme. Tani, ligatura që janë akoma në disa alfabete, gjën për shembull tek alfabetet prap skandinave, por gjën edhe tek ato te cirilike. Për shembull është një IO që lexohet OI, OI. Gjën edhe të tilla të kësaj natyre, gjën në disa alfabete. Tani, pra, ky simbol ka të bëjë me shkrimin, sepse po të shikosh te shkrimi, shkronja A që tham ka një pamje të tillë. Kuptohet që meqense mozaiku është i bërë me guralec, nuk të jep të njëjtën lehtësi që të jep metali ose stampimi. Megjithatë, ajo që unë kam ngul është se meqense ky mozaik është gjetur në qendër të Labrisë,
është shumë, do të ishte shumë normale që unë të pretendoja që ky të interpretohej në Shqip. Përveç kësaj, kjo nuk është se është shumë e largët në kohë që të themi mbi 2000 vjetë, se edhe gjuhëtarët thonë që një gjuhë mundet të mos ndryshoj deri në 2000 vjetë. Kështu që jemi në brenda edhe këtyre standardeve. Tani, para se të aplikojmë simbolin në shkrimin e gjetur, duhet që të bëjmë një interpretim të vetë mozaikut, që mos të na dalë interpretimi i fjalës si një shpikje, po themi, e imja. Për të interpretuar mozaikun, duhet kuptuar qëllimi i autorit, ideja që ka dashur të përcjell dhe gjithë figuracionet që ka përdorur autori. Dhe analiza fillohet që prej kornizës. Ajo që merr fillimin e analizës mozaikut është korniza. Unë i referohem edhe kornizës sepse më përpara, ose po themi autori në këtë rast, po edhe në shumë raste tjera i kemi parë edhe në mozaik të tjerë, korniza këtu në këtë rast zë pjesën më të madhe të figurës. Kjo do të thotë që ajo ka një rëndësi. Rëndësia e saj është një paralajmërim. Paralajmërimi thotë që nëpërmjet këtij kordoni rrethues që 4 gërshetat të cilat bëjnë këtë kordonin rrethues ose kornizën e mozaikut paralajmërojnë për një 4 ide të lidhura me njëra tjetrën në shërbim të një ideje, po themi, më të madhe. Pra, mesazhi që përcillet, që pritet të analizohet, është një mesazh i përbërë nga 4 ide të mbledhura në një. Dhe po të shikojmë, apo të kompozuara në një të vetme. Dhe po të shikojmë, të ndajmë këto, kemi portretin, që duket në qendër të mozaikut, Po. Kemi prezencën e frutave dhe të peshqive. Po. Së dyti, kemi këtë oktafilin me 8 rrath, me 8 petale në krahun e djathtë. Po ashtu kemi edhe shkrimin që do ta lëmë në fund. Po, tashi, kjo fytyrë është një fytyrë njeriu me një kapele ose me një qeleshe më sakt, me flokë të gjata me kordele në mbrapa, dhe po të shikosh gërmën A, po të shikosh, unë e shkrova me stereolaps, gërma A, që shkruajtur në mozaik nuk është me anë që kemi sot, ose me anë që kemi në shekullin e 3 e mbrapa. Aja që është shkruar aty është një A e një shkrimi linear A që është shumë herë më i vjetër se dhe se shekulli 3 apo i 4. Shiko, është e vërtet, edhe unë e kam gjetur në disa mozaik të tjerë të shkruar në këtë mënyrë, domethënë e kam gjetur edhe në shkrime të tjera. Mirë po, e bukura është që jo në të gjitha rastet e gjën të përdorur njësoj. Po. Pra, ideja është që dikush dita përdor një profesionist, dita përdor një mjet më mirë se sa një amator. Dhe do shikojmë se ato që janë gjetur më përpara mund të gjenden edhe gjëra më të bukura, ndoshta të çuditshme në mozaik të tjerë. Por kjo që do sjellim sot është komplet e veçantë. Këtë e them edhe për shikuesit që të rrinë ta shikojnë deri në fund.
Po. Pra, do ta fillojmë nga nga portreti që ju e vu të re shumë mirë. Këtu bëhet fjalë për një njeri të zonës. Pra, bëhet fjalë për një portret labi. Pra është figurë mashkullore. Është figurë mashkullore. Kjo është e diskutueshme, sepse unë e kam parë edhe në një sy kështu, për shembull, po të ishte mashkull nuk është një figurë, nuk ka dashur, se këtë dua të them, nuk ka dashur që ta personalizoj. Fytyra është e pastër, edhe flokët e gjata, me kordelen mbrapa. Është shumë bukur. Pra, ai nuk ka dashur për ta personalizuar portretin. Kështu që, përveç kësaj, duket përsëri që është si diçka amatore, pra nuk është një figurë e bërë në thonjza, me profesionizëm. Por faktikisht është me profesionizëm, sepse në atë mundësi që të lejon mozaiku, ai është treguar shumë i zoti. Për shembull, po të kesh parasysh Dea, që është ajo e gjetur në Sarand, koka e Deas, është një portret që nuk akoma është i pa përcaktuar. Është femër apo është mashkull? Mashkull as femër. Po. Pra, jo gjinor. Pra, është një figurë duale, kemi një portret dual dhe këtu. Është një figurë duale dhe të gjitha këto element që tham bëjnë që ajo mos të jetë një figurë e personalizuar. Do të thotë që shkrimi në anën e saj, se ka edhe dyshime që mund të jetë një mbret apo një perëndi apo një kështu thon këta arkeologët, aparkea. Do të thotë që ky nuk ka të bëjë me një emër. Pra nuk është një emër i këtij portretit këtu. Portreti është komplet i përgjithshëm. Dhe po të shikosh në detaje gjërat, paktën siç i shikoj unë, ato që bëjnë përshtypje janë flokët e lëshuara, mollzat dhe një qeshje që çuditërisht kam parë dhe analiza të tjera që thonë ai është i mërzitur. Unë shikoj vetëm gëzim aty, domethënë faqet e ngritura ngrihen vetëm, theksohen, faqet e theksuara ndodh vetëm kur qesh njeriu, jo kur var buzët. Dhe një qeshje gëzimi i brendshëm është. Përveç kësaj, duket që ka shumë një lloj energjie të brendshme, pasi ato fjangot e mbasme, për shembull, ai i ka bërë me shumë detaj të vibruara, ka një vibrim të brendshëm. Këto fjongot që janë nga mbrapa, kuptimi i tyre është që duke kuptuar që ky pozicion edhe ky qëndrim është një pozicion meditues, është një qëndrim meditues. Pra, ky portret tregon një njeri që është përqendruar në botën e tij të brendshme. Sytë e perënduar janë tipike të pozicionit meditimit dhe mënyra shprehëse me flokët e lëshuara, me faqet e ngritura, me buzët e qeshura dhe me kordelet që vibrojnë nga mbrapa, bëjnë që të kesh këtë ide. Mirë po, duket se ai syt i ka të ngulura tek ai oktafili, ose 8 fletëshi, 8 petalëshi, ta quajmë si të duash, që është brenda 8 këndshit në krahun e djathtë. Besoj se është e qartë. Po. Këtu ne këtë kemi parë edhe verifikuar edhe në disa mozaik tjerë që pam radhën e parë, dhe interpretimi i këtij oktafili përkthehet si e vërteta. Oktafili që ne kemi thënë edhe më përpara, pra 8 fletëshi me 8 petale, figura brenda 8 këndshit në krahun e djathtë, interpretohet, siç e kemi bërë edhe herë të tjera, në një formë rebusi,
që do thot vërtet, që ka kuptimin vërtet, por ka dhe kuptimin e bërë tet. Të dyja këto, unë i kam interpretuar edhe në librin që kam bërë rreth gjuhës shqipe, besoj se e mbani mend, Po. gjuha e nënës. Pra, një aforizëm që del nga gjuha, që e vërteta bërtet. Pra, e vërteta e bërtet, por ne nuk e dëgjojmë, sepse kemi intonuar veshët diku te zhurmat. Pra, nëpërmjet këtij rebusi që tham, vrima me 8 petalet, që do të thotë e vërteta, do të thotë se portreti po shikon të vërtetën dhe ajo po i jep këtë kënaqësi dhe këtë që duket edhe te vetë figura, këtë qeshje. Tani, pra rreth portretit, mendoj se mund të shtohen gjëra, e kupton, mund të shtohen shumë gjëra. E bukur është që dhe ai gjendet brenda 8 këndshit. Po. Gjendet brenda 8 këndshit. Edhe kjo është një fakt që mund të analizohet më gjatë, por të kalojmë tek pika e tretë, aty bëhet fjalë për çfarë të vërtetë. Aty bëhet fjalë për një dimension tjetër të njeriut, që është ajo që quajmë ne hyjnor, që është dimension kozmik. Pra, ka të bëj me një dimension kozmik, që unë do ta lidh siç edhe duket me syrin e tretë. Kështu, nëse e interpretojmë të gjithë temën e mozaikut, ne na kanë ngel frutat edhe peshqit pa analizuar. Kjo është shumë e rëndësishme, Po. dhe për faktin se kam gjetur disa rebuse shumë interesante. Po të shikosh, në krahun e majt, gjendet një peshk në pozicion vertikal edhe 2 kupa me dardh, me fruta, që duket se janë dardh. Edhe peshqit nuk janë dekorativ. Pra i gjithë mozaiku nuk është dekorativ, sepse nuk ka as lule, nuk ka as zbukurime. Të gjitha këto po t'i shikosh janë në një natyrë të shumë të thjeshtë. Peshqit për shembull aty nuk kanë fare lëvizshmëri. Po janë dhe 2 peshq si për të kryqëzuar kështu? Po, do vemi dhe atje. Po ideja është që këta peshqit këtu duket që nuk janë në lëvizje, në këtë kuptim, doja të thosha. Edhe ata të kryqëzuarit, edhe ky peshku i vetëm që qëndron vertikalisht. Tani, ku qëndron e bukura si e kam konceptuar unë, kuptohet. Këtu bëhet fjalë për një dietë, për një këshill. Po. Që autori e jep për ata njerëz që duan të meditojnë, për ata njerëz që duan të hapin syrin e tretë. Ku konsiston kjo këshill? Kjo konsiston te 3 vaktet e ditës, të cilat unë i kuptoj vetëm nga një rebus që autori ka bërë, që thot në 2 vakte të ushqehesh me fruta dhe perime, që ai ka bërë thjesht me dardh, pra me jeshillëqe, dhe në vaktin kryesor mundet të tolerohet edhe peshku. Pse e lexoj unë kështu? Kjo është shumë e bukur, edhe unë them drejtën më ka dhënë një gëzim kur e kam kapur këtë detaj. Ideja është që të gjitha këto figura janë të rrethuara në disa trapeza, po ti shikosh 4 këndsha. Që duken, besoj.
Mirë po në Shqip, trapez i thonë edhe tavolinës. Prandaj, unë i lexoj kështu, pra peshku në tavolinë dhe dardhën në tavolinë, që do të thotë për të ngrënë. Bëjnë një ditë të plot, pra duke u nisur nga ky rebus, nga ky kuptim që peshku në tavolinë ose dardhën në tavolinë duhet të kenë këtë raport. Duhet të kenë raportin 2 vakte të jenë me të tilla, me jeshillëqe, me fruta dhe perime, dhe një mundet të lejohet me peshku në mënyrë të moderuar. Pse e them në mënyrë të moderuar? Sepse nëse kalojmë në qendër të mozaikut, që shikojmë peshqit e kryqëzuar, kryqi është simboli i ndalimit. Pra 2 peshq të kryqëzuar do thotë jo shumë peshq. Pra njëshi është simboli i pakës dhe dyshi ne e përdorim dhe sot, për kur thonë si sa fëmijë ke thua një është pak e 2 janë shumë. Po. Pra njëshi është simboli i pakës dhe dyshi është simboli i shumës. Në këtë mënyrë unë arrit ta interpretoj kështu që nëse në përgjithësi të gjithë mozaikun, nëse ushqehesh me fruta dhe perime në pjesën më të madhe të dietës dhe duke patur kujdes dhe me masën e përdorimit të peshkut, dhe siç e shikon aty nuk shikohen gjëra të tjera, kafshë të tjera siç janë shpezët ose kafshët e imta. Pra dieta është pak e kufizuar. Nëse arrin të bësh këtë dietë, atëherë ti mund të meditosh dhe do arrish të shikosh atë të vërtet që ka të bëjë me dimensionin tënd kozmik. E gjitha kjo ishte një interpretim i mozaikut në mënyrë artistike, në mënyrë simbolike, dhe si që pam, ishën disa rebuse të përdorura të paktën sipas interpretimit tim, që janë përdorur me sukses. Po çfarë thon shkronjat? A, pa, ke, aq. Apo do shkojmë vonë aty? Tani, ne po mbrim aty, por unë bëra siç kam bërë edhe herë tjetër, që mos që në qoftë se arrin të kuptosh mozaikun, shkrimi është më i lehtë për të kuptuar. Pra në qoftë se bijem dakord me këto që thash unë, që ai ka lozur me këto gjëra dhe duhet kemi parasysh edhe një gjë tjetër, se do t'i shtojmë edhe faktet, prandaj them që teleshikuesit mos e humbasin asnjë pjesë të kësaj, sepse është shumë e rëndësishme. Në fund është ajo qershia mbi tort. Tani, në qoftë se bazohemi te arsyetimi deri tanishëm dhe zvendësojmë simbolin që neve gjetëm te monedha anglosaksone, analiza ime brenda këtij shkrimi është kjo, edhe kjo ka nevojë për një interpretim, që ai e ka ndar fjalën autori, pra a par ke as. Nikos Stilo e thot a pak, duke dhënë që shkronja e 4 ose në rreshtin e 2 të fundit është k ose q. Por në fakt unë kam sjell edhe foto të marra nga mozaik të tjerë me shkronja që tregojnë se ajo është një r, nuk është një q. Pasi q-ja ka edhe një bisht nga lart në kohët antike. Mirë po, duke zvendësuar simbolin a,
që mund ta shkruash për veten tënde ose secili mund ta shkruaj siç është a, par, ke, as. Ajo që vlen të përmendet është se aty 3 atë po t'i shikosh ngjajnë dhe nuk ngjajnë me njëra tjetrën. Mirë po unë kam kuptuar se këto 3A nuk ka se si t'jenë ndryshe nga njëra tjetra. Pra, bëhet fjalë për të njëjtin simbol, si në fillim edhe në mes edhe në fund. Ndryshimet e vogla vinë, ndryshimet e vogla që vinë për 2 arsye. Një është nga aftësia që ka përdor vetë autori dhe e dyta është sepse vetë ato guralecët e mozaikut nuk të lejojnë që të lozësh, të bësh perfeksione. Tani, në këtë moment ne bëjmë zvendësimin. Çdo shkronjë A do ta zvendësojmë me shkronjën A, T, Y, sepse ky simbol atë kuptim ka, është ligatur, tham, që ka kuptimin A, T, Y, ose A, T, U. Sepse kuptohet që 2000 vjet para V-ja, Y-ja, U-ja janë shkronja shumë të parafërta edhe sot. Po, mund të lexohen, mund të mbulojnë njëra tjetrën. Që mund të shkëmbehen. Po, shpesh herë në për fjalë të ndryshme shkëmbehen. Po. Shkëmbehen shumë natyrshëm madje. Dhe po të shikosh, e zvendësojmë simbolin dhe kemi në fillim A-ja ka kuptimin aty. Në rreshtin e dytë e zvendësojmë dhe lexohet pa T, Y, R. Ta zvendësojmë siç tham në fillim me atë përbërje që menduam ne A, T, Y. Po. Te rreshti i tretë është ke, nuk ndryshon asgjë, dhe te rreshti i fundit del fjala A, T, Y, S. Pra C-ja është S, dihet që është shkronja S në alfabetin. Ose unë e kam marrë si të tillë, sepse ndryshimet nga alfabeti në alfabet nuk kanë qenë katërcifrisht, kanë qenë të pjesshme, siç e kemi thënë që sot ne për shembull e përdorim C-n si C, por italianët e përdorin si K. Ose anglezët e përdorin si S dhe si K. Tani, nëse i rreshtojmë përsëri siç janë dhe e lexojmë, del shprehja, nuk e di a duket këtu, po mund ta shkruaj regjia. Del duket shumë bukur. Aty, po. Patur ke syat. Syat. Duke lexuar me anagram. Aty patur ke syat. Pra, ishte kështu në origjinal, e zvendësuam simbolin A sipas rastit dhe në fund doli shprehja aty patur ke syat. Po, tani, unë si që kuptuat bëra një anagram të fjalës fundit. Pra nga A të ys, e ktheva syat, që do me thënë syt. Kjo për 2 arsye. Një arsye është sepse ne kemi thënë që syri i tretë është syri që drejtohet drejt vetes. Pra syri i brendshëm. Këtë e kemi bërë në çdo mozaik. Pra, ai që ka bërë mozaikun ka patur dhe dijet okulte, ka patur dhe një dije multifunksionale. Po, ai nuk diskutohet, s'ka qenë një njeri i rëndomt. Një. E dyta, që mozaiku ka dalë përsëri mbi sipërfaqe, ka një arsye. Këto janë gjëra që edhe njerëzit nuk se i besojnë shumë, por duhet ta kuptojnë që pse do t'i japim ne rëndësi një gjëje që ka ndodhur 1500 vjet para. Ndoshta edhe shumë herë më herët, sepse
Ne nuk e dim akoma moshën e saktë të këtij mozaiku, pavarësisht se sa thuhet në shekullin e 4 të erëson. Po, Mund të jetë shumë herë më i vjetër. po referohem. Po, Po referohem atyre që mos të dalim 100% kundër se po, e saktë. po marrim disa gjëra. Pa është e vërtet dhe unë jam i mendimit që shpesh herë këto përcaktimet e viteve bën me hamendje ose me duke pat parasysh ca gjëra, për shembull aty thuhet Dhe që me Amantja qëllime ka të paracaktuara për të ndryshuar origjinën. Ajo mund të ketë qenë, po, mund të ketë qenë një objekt tjetër kulti dhe është kthyer siç janë kthyer kishat në xhami më vonë. Ato doja të shprehja që në fillim. Po. Kështu që pra anagrama që unë bëra është shumë natyrale për të bërë e tillë. Tani, kuptimi tjetër i kësaj, jo vetëm që ajo që tham që aty patur ke syt, Po. siç e shikojmë, sytë e perënduar të portretit faktikisht shikojnë atë përpara, të e vërteta. Po. Dhe një nga mënyrat e meditimit është që të mbash sytë në një vend, në një pikë. E them këtë meqense kam eksperiencë në këtë fushë. Dhe vetë shkrimi më thotë që mbaj sytë aty në një vend te pika, që është në qendër të rrethit. 1. Dhe ajo që është më e rëndësishmja, për të cilën unë i dedikova këtë emision që të falenderoj ty që më dhe mundësinë, është për një arsye shumë të thjeshtë. Po të shikosh fjala A aty, që është shkronja e parë, është mund në mes të ballit. Po. Dhe aty është që përplaset, aty po themi është ekrani ose ku Aty ku vjen syt më shumë. Gjithçka ku spektri i syrit të tretë përplaset. Nëse syri i tretë është një antenë që lidhet me kozmosin, po themi, apo me dimensionin kozmik të njeriut, balli, korteksi ballor është, po themi, ekrani ku përplasen këto informacione, këto dije. Edhe nga e lidhun këtë gjë, këtë e lidh me një fjalë shumë të thjeshtë, me një shprehje popullore që e kemi mbar shqiptare dhe nuk e ka asnjë popull në botë. Për këtë unë kam bërë dhe kërkime. Ka që e ruajnë në mënyra të ndryshme, po ka të bëjë me syrin e tretë që për cilën ne betohemi nga mëngjesi deri në darkë. Ky është syri i ballit. Ne themi për sy të ballit. Duket si paradoks se do thuash po dale se bëhet fjalë për këta sy. Faktikisht nuk bëhet fjalë për këta sy, sepse po të lexosh edhe në fjalor, thuhet balli është pjesa midis flokëve dhe syve. Pra nuk ka mundësi të quash këta sytë e ballit kur balli është më lart. Përveç kësaj, ne kemi dhe një shprehje tjetër që themi e ruaj si sytë e ballit. Sytë e ballit janë, do të thotë që e mba të mbyllur, e mba diku të fshetë, dhe syri i tretë ose syri i ballit është i fshehur. Po. Shumë interesante. Po. Edhe unë nuk më kishte shkuar në ndërmend ky interpretim. Mendoja se sytë e ballit ishin këta, por ne faktikisht kur bëjmë be i mbyllim këta dy sy, pra jo për këta të dy, po bëhet fjalë për syrin e ballit. Ai mund quhet edhe numri shumës, sepse ai shikon më shumë se këta. Pra mund quhet për sy të ballit, ka kuptimin edhe njëjës edhe shumës. Dhe ka kuptim, ka merr vlerë për të dyja numrat. Kështu që unë mendoj se me këto fakte, me këtë interpretim, me këto rebuse, me këto të vërteta që të gjenden edhe në fjalor,
mendoj se kam dhënë një version jo qesharak si ato që janë bërë nga disa, edhe pse quhen akademik, me respekt për punën e tyre, sepse jo gjithçka hidhet poshtë, por edhe shteti vet nuk është treguar shumë i ndershëm, sepse atje ku është marrë ky mozaik, duhet bëj një vepër përkujtimore, një plakat apo një interpretim i këtij mozaiku. Nuk është lënë asnjë shenjë. Apo vetë vendasit mund ta bëjnë me një përmas më të madhe. Dhe aty në Mesaplik nuk është lënë asnjë shenjë ku është marrë, mozaiku? Jo. Përveç kësaj, se atje ka patur dhe mozaik të tjerë, po vajten me traktore dhe u prishën disa. Nuk dhe nga këta mund të si shumë fakte në Shqipëri që prishën rastësisht. Megjithatë, ky ishte meqense ishte i plot, meqense ishte mozaiku kryesor, në nefin kryesor, edhe me përmasat që tham, që dilte 8 metra katror që ka të bëjnë me të vërtetën, janë gjithë këto gjëra që përveç kësaj, ajo nefi në gjatësinë e saj ka qenë 10 me 11, që vetë afërsisht 108 metra katror, që do të thotë ka të bëj prap me një numër krijimi. Sepse ata që kanë bërë këto gjëra, për shembull, ndoshta ju e dini që një arkitekt që donte të bënte një ndërtim ato në Paris, në Louvre, nuk dinte se çfarë raporti ti bënte atij kulmit këndeve, se do bënte një trekëndsh në formë një piramidë, edhe ju referua piramidës së Keopsit, sepse ajo kishte raportin e duhur. 56 gradë ato këndet e bazës. Tha, nuk nëse ngrëm më lart, nëse ul më poshtë, delte i shëmtuar, kurse aty dilte solid, dilte i bukur, dilte i qëndrueshëm, e të gjitha gjërat jo vetëm artistike, po dhe arkitekturore. Kështu që shifrat dhe këto përmasat kanë një rëndësi shumë të madhe dhe unë nuk kanë qenë as pak rastësore. Nuk janë rastësore, asgjë nuk është rastësore. Numrin 108 unë e përmenda dhe po e rithem edhe një herë që nëse 108 është raporti mes diellit dhe tokës ose hënës dhe tokës, ky raport ka sjell jetë dhe ky planet nuk gjendet pothuajse deri tani në asnjë galaktik, nuk kemi ndonjë informacion, pavarësisht se ato sondat janë në fillimet e tyre, po nuk shihen shenja jete. Kështu që ky numër është shumë i rëndësishëm, numri 108. E mos t'i rikthehem, domethënë, këtij numri. Mendoj që unë thash mundet që të shtoj, po nuk dua ta ngarkoj se interpretimi siç e pat ishte pak i vështirë, ishte pak i ngarkuar, edhe unë nuk dua ta shtoj më shumë, se doja që sa më shumë njerëz të kuptojnë diçka, nuk po e them për profesionistët. Ju i keni bërë një sqarim, ju i keni bërë një sqarim më shumë se shkencor, sepse keni ndërlidhur faktet edhe në aspektin okult, edhe në aspektin fizik, edhe në disa kënde. Keni skanuar në 360 gradë këtë mozaik dhe keni parë në gjitha këndvështrimet dhe keni shteruar në një farë mënyre, dhe është një lloj rrëfimi i cili nuk duhet ta anashkaluar nga kushdo që mund të merret me studime të tilla. Shiko, unë thash se ne në Labri e përdorim, jo në Labri, po në Shqipëri, ne që betohemi për sytë ballit, të rrallë kanë që indianët e mban me atë pikën që kemi thënë. Po, s'ka rastësi këtu, po. Por
por që ne betohemi për të, pavarësisht se shumë njerëz nuk do bien dakord, por po të hapin fjalorin, të shikojnë, nuk mund t'i thuash është njësoj si kur përdorim ne me shaka që të themi këmbët e para për duart, po nuk mund të ngatrosh syrin e ballit me dy sytë e Në perceptimit të jashtëm. Në fakt, Sokrat, ajo që dua të them ka shumë rëndësi pasi të lashtët ose të parët tanë kanë patur dije edhe më të mëdha se sa ne kemi sot. Dhe që nga humbja apo zhdukja e bibliotekës së Aleksandris, njeriu sikur ka rënë në një gjumë letargjik, sikur ka rënë në një izolim total, ka humbur dijet e të kaluarës dhe është në gjendjen që është sot kur njerëzit nuk merren vesh me njëri tjetrin. Pra ka shumë të bëjë edhe mënyra se si e perceptojmë jetën dhe se si e shikojmë atë. Sytë e ballit tregojnë shumë. Unë do të tani syri i tretë është diçka e njohur, pra gjendra pineale dihet sot. Jo shumë kush e di, por njihet si fenomen. Edhe flitet në internet shumë. Megjithatë unë do të thosha diçka se siç e pam në fund interpretimi ngeli në duart e fjalëve që janë shkruar në mozaik. Unë do t'ju kujtoja të rikujtoja që ta rilexojnë edhe një herë vjershën e Naim Frashërit Gjuha jon, sepse ai aty thot ju thot që kjo pemë do na sjell shumë dritë. Përbët fjalë për gjuhën. Ka kriptuar shumë të dhëna aty. Kemi ditur, të mësojmë që kemi pat dhe që kemi, thot, dhe kjo do të na sjell shumë dritë, thot. Dhe e vërteta nuk mbulohet me rren, thot në fund. Kështu që në qoftë se i vë veshin kësaj vjershe, e lexon me kujdes, tregon që Naimi ja dinte vlerat gjuhës. Ja, përveç se ai në këtë vjershe quan dhe gjuhë perëndie, ai thot edhe gjëra tjera po kaq të rëndësishme që gjuha do të na sjell shumë dritë, dhe ai e ka ditur. Tjetër gjë që mund të thosha që pse duhet i vëmë veshin gjuhës dhe pse ky autor, për shembull, me zvendësimin që bëra unë të kësaj ligaturës, duket që ke pa zakon, s'diskutohet, por unë në emisione do sjell vetëm gjëra që nuk janë thënë, se për gjëra që janë thënë s'kam pse ti sjell, se s'është ndonjë gjë e re. E kuptoj. Pra do sjell vetëm këndvështrime të reja. Dhe në qoftë se do të thosha që përveç këndvështrimit të ri që sjell, do të sjell edhe siç ishte në këtë rast, prova që do ndriçojnë, siç ishte rasti i ligaturës, gjëra që e kanë eksperimentuar të parët, dhe do të thotë që disa gjëra mund të gjenden edhe në Shqip. Por ligaturat nuk kemi ndonjë ligatur në Shqip, siç ishin këto që tham më përpara, siç rasti kësaj. Në Shqip gjenden vetëm ato që tham, janë simbolet e shkrira në një, siç ishte C-ja, që është TS, që përkthehet TS, siç është Ç-ja, që përkthehet TSH, që do të thotë kjo mund të hapet në fjalë. Këto unë i kam sqaruar te libri që tregova pak më përpara, dhe edhe pse nuk kam eksperimentuar, se nuk mund të merrem me të gjithë alfabetin, ose aq kohë kam në dispozicion, por kjo që pam në këtë rast ishte një provë shumë interesante, se është e vështirë që të fusësh një fjalë, siç ishte fjala aty, ta fusësh në të tri rastet dhe të marrë kuptim. Po ka edhe një interpretim tjetër. Ka edhe disa interpretime të tjera. Nëse ne do ta lëmë për shembull ashtu siç është,
edhe do ta lexojmë a par ke as, mund të jetë që të thjesht lexohet a para ke as, që do thot kisha. A para kishës është mali i çikës. Për shembull, që këtë njerëzit këtë nuk e dinë. Para kishës mund të jetë ose i pari i kishës. Mundet që këtë ta ketë bërë drejtuesi i kishës. Po, shiko, duke qenë se koha kur është tërtuar vërtet ky mozaik mund të datoj edhe më herët se sa thuhet në për pohimet e historianëve të sotëm, nëse ky mozaik është 3 shekuj para erës së re dhe jo pas erës së re, atëherë s'ka të bëjë me kishat, por me vendet ku të parët tanë kishin ato besimet e tyre dhe shprehnin ato kultizmin e tyre, sepse ka qenë një shoqëri më okulte, mendoj, dhe më e zhvilluar, më e ditur. Thjesht ne kemi rënë. Është edhe një interpretim tjetër, që del direkt të syri i tretë, që unë nuk e thash, që nëse e ndan fjalën ke a, pa, që aja do me thënë aty, kjo fjala par mund të ndahet duke e shkruar që do thot patur, pa tyr, që do thot pa try, që do thot tri, aty pa tri ke syt, aty ke par syrin e tretë. Pra, përkthehet e gjitha ajo, nuk e kam shkruar në shkrim. E kam shkruar, por nuk duket dhe aq mirë. Mund ta shkruajmë në ekran, mund ta shkruaj djali. Po, jo, kthej pak më drejt me kamerën, po. Pra, vetë shprehja do të thot aty patur, kur e përkthyem ne atë shprehjen aty patur ke syt, fjala patur, që shkruhet patyr, mund të shkruhet, mund të lexohet e ndar, pa tyr, pa try. Po mirë, shiko, një tjetër mendim që vjen natyrshëm duke bërë këtë bizeda, a pa mund të kuptohet edhe është par. Po pra, e thash atë, që a pa është par. Po. Por, unë mendoj që ai me gjitha këto rebuse që ka përdor, se për shembull ajo puna e trapezit, që trapez ka kuptimin edhe tavolin, është pa, më falë, se më erdhi një tjetër mendim, është pa ke ashtë, do të thënë, është par që ka qenë, ndoshta syri i tretë. Po, shiko, këtë kemi thënë edhe në një emision më përpara, që interpretimet në gjuhën shqipe janë të pafundme. Pra unë mundova të sjell disa, siç e pe, unë me këtë kam vite që merrem, dhe mund të sillja, ta them troç, mund të sillja 108 etimologjime të ndryshme. Ndoshta kjo është arsyeja që gjuha shqipe apo shqiptarët janë kaq të dhunuar, sidomos të 2 shekujt e fundit, ku nuk po arrin dot as të qeverisin veten e tyre dhe as të bëjnë progres në asnjë drejtim, sepse nëse do kishte progres, bota do shikonte origjinën e saj. Dhe ndoshta fshihen gjëra që s'duan të duken. Pavarësisht se është përdorur termi nga të tjerët si gjuhë e mallkuar, është përdorur kjo sepse nuk e kanë marrë kur vesh. Nuk e kanë marrë vesh misteret. Nuk e kanë marrë vesh se çfarë efekti bënte ajo. Ose nga që i dinin, kanë dashur t'i fshejnë. Po e kanë ditur që në subkonsciencë, jo në konsciencë, po në subkonsciencë e kanë ditur që kjo është diçka me rrezik për ta. Sepse duhet dish një gjë, që e vërteta është ajo që nuk prishet. Jo të vërtetat prishen. Gjuhët e krijuara, krijimi, gjuhët e krijuara rrezikojnë që të zhduken.
kurse ajo që është kryesore është e vështirë, ajo që është origjinalja, ajo që është e para, ajo Nuk që mund të është, prishet, nuk mund të shkatrohet. nuk mund të prishet, nuk e njeh vdekjen. Kështu që ne kemi fatin që t'jemi shqipfolës edhe të gjitha këto fjalë që ne thamë që për syrin e tretë, për shembull që syri për sy të ballit që betohemi, do jetë e vështirë për të kuptuar, por mjafton që të marrësh një fjalë në gjuhën shqipe dhe ta interpretosh në të gjitha dimensionet që ajo ka, edhe ti do kuptosh diçka. Okay. Pra, nuk është e thënë që të futesh edhe të kërkosh, secili, them këtë për shikuesit. Nuk është e thënë që të hapësh librin e o burra se çfarë do gjojmë. Mundet marrësh një fjalë, siç e thash unë, që fjala për shprehja për sy të ballit, ose e ruaj si sytë e ballit, ose e kam si dritën e syve apo të syrit, ose e kam si syrin e vetëm. Të gjitha këto fjalë që ne përdorim, pra syri vetëm kanë të njëjtin vend tek një njëjti vend, tek një njëjti kuptim. Vend të njëjti vend. Kështu. Unë këtë interpretim kisha, nuk e di. Po, unë të falenderoj Sokrat, të falenderoj që ndavët në këtë emision studimet tuaja dhe pikpamjen tuaj në sqarim të këtij mozaiku. Ju keni bërë dhe me mozaik të tjerë dhe ne do vazhdojmë të jemi këtu për të sqaruar edhe të tjerë mozaik, po ne bë mirë që u fokusuam vetëm te ky mozaik sot, sepse duke i marrë një nga një mund t'i sqarojmë edhe më tepër. Sigurisht që ky emision dhe ky sqarim nuk është për të gjithë njerëzit, jo të gjithë do t'i kuptojnë që në fillim, madje sa herë ta ndjekësh këtë intervistë aq më shumë do kuptosh, por që kjo është një këmban apo një njoftim për ata që duan të studiojnë mozaikët për të kuptuar në thellësi se çfarë mozaikët kanë dashur të na transmetojnë ndër mijëvjeçar, sepse bëhet fjalë për të paktën 2000 vjeçar, mos themi më tepër. Kështu që unë të falenderoj që ishe në studio. Nëse ke dhe diçka tjetër për ta përkufizuar, për ta përmbyllur, me kënaqësi do të dëgjoja dhe unë thjesht do të falenderoja që më ke dhënë hapësirë edhe më ke kuptuar. Jo, falenderime nuk ke pse të bësh sepse aq sa ju meritoni falenderime sepse jeni ju që keni harxuar kohën. Dhe ne e bëjmë të punë me qef për të shuar dhe kureshtjen tonë në lidhje me historitë dhe me faktet dhe me argumentat historike që na sjell lashësia. Kështu që jemi ne që duhet t'ju falenderojmë. Kam vite me këtë, kam mbi 6 vite që merrem me këtë mozaik, paralelisht edhe me punët e tjera, domethënë, me gjuhën e me kështu. Por që më kishte intriguar edhe nuk më kënaqnin interpretimet deri më... Po dieta jo, shpesh edhe deformojnë me qëllim, po jo vetëm në ignoranca, po dhe me qëllim. Unë jam i zonës, se unë kam lindur në zonën e Mesaplikut, edhe të paktën zonën e njoh, histori diçka nga kjo dia, dhe përveç kësaj unë isha marrë me simbolet e gjuhës shqipe, e njoh, domethënë sepse janë përdor ligaturat. Mund të thash, mund të zgjeroja temën, sepse portreti për shembull ka dhe ngjashmëri me disa gjëra të tjera, me portrete të tjera, se ajo mund të ketë dhe me Zeusin. E kupton, ne nuk e se kur themi çika para, kur themi shikon para, është para kishës është çika, atje lindi Zeusi. Dhe e kupton, siç e shikon sa më shumë të hapesh, nuk ka vend për rastësi fare. Kështu që unë nuk dua të zgjerohem më shumë, faleminderit. Edhe një herë. Unë ju falenderoj edhe një herë. Unë ju falenderoj dhe besoj se do të jemi në të ardhmen në emisione të tjera, patjetër. Për të sqaruar dhe detajet të tjera nga mozaik të tjerë. Mirë, të dashur miq, këtu do ta mbyllim dhe për sot duke falënderuar edhe të ftuarin ton Zoti Sokrat Hodo që na sqaroi rreth mozaikut të Mesaplikut. Sigurisht që ishin disa dije dhe disa informacione që mirë na bëjnë të zhvillojmë mendimin dhe ta perceptojmë çdo gjë që shikojmë edhe në këndvështrime të tjera.
Kështu që unë për të gjitha ata që na kanë ndjekur, dua t'i falenderoj dhe do t'ju premtoj që do të jemi përsëri së bashku në emisionet e tjera. Deri atëherë, kalofshi sa mirë dhe mirupafshim.